Ham falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bimë të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin a.s. familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, falenderojmë Allahun xhaleshanuhu fillimisht që na mundsoi me prit këtë muaj të bekuar të Ramazanit, me prezantuar në te e me prit nga dale edhe fundin e tij. E shpresoj që inshallah ky fund më na gjet shumë më mirë se sa që kemi qenë në fillimin e tij, se sa që kemi qenë në mesin e tij. Shpresoj që në këto çaste dhe momente të jemi ata të cilët preokupohemi më shumë me pranimin e veprës, me pranimin e ibadeteve që i kemi bërë, duke filluar nga agjerimi e edhe gjitha ibadetet tjera gjatë Ramazanit, tjetë pro preokupimi ynë çështja e pranimit të veprave që i kemi bërë, e jo më forma edhe mënyra se si kemi bërë ato. Sepse Aliu radiallahu anhu edhe ne ka tërheq vërejtën dhe ka thonë se preokupim i secilit prej nesh duhet me qenë më shumë ajo se apo na pranohet edhe si po na pranohet vepra, se so ajo se si e kemi bërë domthon atë. Prandaj përderisa jemi në fundin e Ramazanit, e veprat në Islam, siç e din, el a'malu bi khawatimiha, veprat shpërblehen në Islam sipas fundit të tyre, se si po përfundojmë. Pra, e lut Allahun që fundi pra i Ramazanit më na qenë atill që vërtet pra me qenë muaj edhe me qenë momente, çaste të reflektimit, çaste të vetlllogarisë, duke u preokupu pra me atë çfarë kemi bërë gjatë këtij muaji, duke u preokupu pra me atë se vërtet çdo vepër që kemi bërë gjatë këtij muaji. E shpresoj që ato të na kenë qenë të larmishme, e të nduardurshme, jo vetëm agjerim, jo vetëm abstenim nga ngrënia dhe pirja sa herë kemi përsërit, por në njëjtën kohë me gjithë kërshërinë me e quajt ashtu të veprave inshallah që i kemi bërë. Tani me qenë preokupimi ynë pra që me bërë një vetë llogari se vërtet ai kemi bërë ato qysh Allahu është i kënaqur me to. Ai kemi bërë ato në përputhje me atë që ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Ai kemi bërë ato vërtet për hir të Allahu xhaleshanuhu, apo eventualisht kemi pas dorin ndërhyrje prej majtas e djathtas e gjëra këto të cilat na e dim se vërtet e kemi nefsin, e kemi egon e cila gjithmonë synon që më na i shkatru veprat e mira që i bëjmë. E të cilat e dim se vërtet në sy të njerëzve ka mundësi që të kemi bërë vepra vërtet madhështore. Ti kemi kryer në aspektin e dispozitave në mënyrë të përpikt, pa e bërë asnjë lëshim, asnjë gabim. Në përputhjet plot me dispozita, kura fjala e formës, e praktikës, por vërtet veprës në Islam, domethënë ne e dim se i mungon diçka që në fakt sa do me qenë madhështore, ajo mbetet pa shpirt derisa mos ta ketë çështjen e takvallukut, aspektin e sinqeritetit. Nëse veprës së mirë, e cila në sy të njerëzve vërtet duket e shkëlqyeshme, i mungon sinqeriteti, i mungon pra shpirti, ajo mbetet e vdekur. Sa të që duket e gjallë mesin e njerëzve. Këto janë momente atë funit Ramazanit kur secili prej nesh i dasht me u preokupu. A thu se vërtet po na pranohet agjerimi jon. A thu se vërtet po na pranohen sejdë që i kemi radhit. A thu se po na pranohen teravih që i kemi fal. A thu se po na pranohet namazi natës që i kemi bërë. A thu se atë namaz që kemi bërë, kemi qenë vetëm vetëm me Zotin, apo kemi dalë, mu pa eventualisht Allah i na falë, s'po du me qenë pra gjykus, por është e udhës se cili prej nesh me kontrolu edhe me i bërë vetit një vetë llogari. Se a thu vërtet pra, çdo vepër që e kemi bërë, gjatë këtij muaji bekuar, a e kemi bërë për ti të Allahu xhaleshanuhu, sepse këto janë momente të reflektimit. Janë momente pra kur vërtet është çështja e përmbylljes së veprës, përmbylljes së muajit, përmbylljes së ibadeteve që kanë bëjnë me agjerimin, që kanë bëjnë me Ramazanin. Prandaj edhe çka është e udhës me i bërë vetit vetë llogari. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Merrni veten në pyetje, bëni vetit llogari, po thot Omer radiallahu anhu, para se të mirën në pyetje. Edhe vënë veten e juaj në peshore. Nefsin e juaj, veten e juaj, krejt, kilogram që i kem. Le ta vej, veten në peshore. Edhe le ta shohim pra se vërtet sa po peshojmë. Edhe çka përgatituni për ballafaqimin final. Për takimin final.
e që e dim se cili është takimi ynë final kur ka beqenë pra me Allahu Gjereshanu. Kur do dalim para ati, Allahu Gjereshanu këmë na i shishu dhe thot zemrat tona se si kena vepru. Zemrat tona edhe mjetet tona prej veprave të mëdha, madhështore që i kemi bërë. E cilat, njeti i kesh, sa do të mëdha, ato në fjallë i shkatran edhe i bën hije pluhen. Por edhe shumë veprat vogla që ndoshta në sy tonë na duken nga njëherë, shumë vogla, shumë të imta, shumë thjeshta. Njeti i mirë dhe sinceriteti me emrin e Zotit i rrit ato. Edhe vetëm kur takohemi me krijuesin tonë kemi marrë vesh se me çka kemi të bëjmë. Prandaj është e udhës vërtet ky me qenë preokupimi secilit prej nesh. Mu frigu. Duhet edhe mu frigu. Duhet mu frigu prej veprës së mirë që kemi bërë. Duhet mu frigu prej veprës së mirë që kemi bërë e që unë shpresoj se jo pak nga ne kemi bërë veprat mira. Jemi mundu pra me shtu ibadetin, me shtu humanizmin, me shtu solidaritetin, ndihmesën e njëri tjetrit. Krejt këto janë të shkëlqyshme, janë pozitive, por e kanë pas shpirtin. A mos ju ka mungu shpirti? A mos ju ka mungu pra kjo aspekt për çka po flas që duhet të reflektojmë e që eventualisht nëse kemi rënë kësis prova, na shtadon Allahu Gjereshanu edhe biidhnillah, nëse pendohemi për veprat e mira tona. Nëse pendohemi për veprat e mira tona, s'po thon për veprat e këqija, për ato po se po. Po nëse pendohemi për veprat tona të mira, inshallah don Allahu Gjereshanu na i pranon po pendimin, na i pranon teuben në këtë fund edhe vërtet pro na i llogarit. Na i vend në peshorën tonë të veprave të mira, gjithë ato vepra, gjithë ato ibadete që i kemi bërë, e të cilat vërtet mendoj se jo rastisht edhe i shkon e udhës që secili prej nesh me kuptu se gjatë të Ramazanit pra kemi pas të bëjmë me një Zot bujar. Kemi pas të bëjmë me Zotin që është Zot yni para Ramazanit, në Ramazan edhe pas Ramazanit. Nëse ajo është Zot yni që ka meritu adhurimin tonë gjatë Ramazanit, a thu se nuk e meriton edhe pas Ramazanit, a thu se nuk e meriton që ne vërtet mos me qenë musliman sezonal, mos me qenë musliman euforik, po me qenë musliman stabil të cilët e njohin Zotin para Ramazanit, e njohin në Ramazan, po edhe njohin edhe pas Ramazanit. Dhe është Allahu Gjereshanu në këtë fund Ramazanit. Mundohemi pra edhe kjo ditë e sotit, me na qenë më njërë se sa e djeshme, me nistewa jaumahu fa huwa maghbun. Ati që i barazohen 2 ditë, është në humbje, po thot pejgamberi Islam. Ati që i barazohen 2 ditë, si dje, si sot, është në humbje, po thot pejgamberi Islam. Edhe nëse pas ka qenë nata e kadrit, dje apo par dje, është e udhës dita e re me na qenë më e gjallë se sa edhe ajo ditë dhe ajo natë e kadrit. E që këtë ditë që e kemi në dispozicion sot, e që nuk e dim a do ta kemi të nesërmen. Këtë le ta ngjallim, sot jemi këtu, pra le të veprojmë dhe le të mundohemi, kjo ditë gjithçysh me na qenë më e mirë se sa e djeshmja. Edhe le të bëjmë dua, le të bëjmë një plan, e nesërmja me na qenë edhe më e mirë se kjo me emrin e Zotit. Po çka do të jetë në kohë? E lusë Allahu Gjereshanu që një rahat me qenë për atyre që me kuptu se nëse vërtet kemi të bëjmë me Zotin e natës kadrit, nëse kemi të bëjmë me Zotin e të Ramazanit, nëse kemi të bëjmë me Zotin e gjithësisë, atëherë vërtet është e udhës që me ditë se ai pra meriton adhurimin ton edhe çka, ai është gjendje çdo natë që ne e përjetojmë pra aspektin e sinqeritetin e dorëzueshmërisë ndaj tij me na qenë natë e kadrit. El Imam Shadhili radiallahu anhu, një prej talebeve ti me një rast, gjatë Ramazanit, për e pyet Imam Shadhiliun dhe për i thot, o imam, kur është thot nata e kadrit? Kur është nata e kadrit? Këto që edhe ne, çdo ditë, për çdo ditë jemi pyete, kështu me radhë. Edhe çka ai po i thot, po e kupton, po e din se çka po mundon. Po thot për çka e ki fjalën? Ai po, o imam, po pyes për atë natën që zbret Allahu në qiellin e dynjas. Edhe çka i pranon lutjet e besimtarëve. Thot pse, thot, a pas ka ndonjë natë që Allahu Gjereshanu s'po zbrit ka në qiellin e dynjas, edhe që s'pi pranoj ka lutjet e besimtarëve? A ka ndonjë natë? Sepse ju e dini, pejgamberi sa na ka njoftu kur fjala për këtë aspekt. Është hadithi atje që pejgamberi sa njofton se Allahu Gjereshanu në pjesën e tretë të çdo natë të Zotit zbret në qiellin e dynjas edhe na drejtohet. A ka njeri që me një fjalë kërkon që ti jap? A ka njeri që vërtet pra pendohet që t'ia pranoj pendimin? A ka njeri pra që bën istigfar që vërtet kërkon prej Allahut që vërtet ai t'ia pranon atje? Pra për çdo natë Zotit Allahu Gjereshanu zbret në qiellin edhe çka na thret.
A ka kush që i drejtohet Allahu xhaleshanu? Prandaj thotë pse pas ka ndonjë natë që s'po zbet ka Allahu në qiell. Po thotë ajo nata thotë o imam që Allahu pra i pranon lutjet e kështu me prap vazhdon talebja. Të pa ka ndonjë natë prap që s'pe pranoj ka lutjet Allahu xhaleshanu, që s'pe pranoj ka pendimin, që s'pe pranoj ka istighfarin e rreth vet. Prandaj le të preokupohemi pra me këtë aspekt, jo se kur ke nata e kadrit. A ke prama par pram, a është sante e që shumë mundësi e madhe është e sante. Mundësi e madhe është me qenë nata e fundit. Nata e nesërme mundet me qenë nata e kadrit, po na e dim që vërtet që kemi realitetin. E që, po na bën kjo me kuptu edhe me ditë se na duhet me kontrolu veten. Mos po shëndrohemi në adhurus të natës kadrit. Mos po shëndrohemi në adhurus të natës, apo duhet me qenë adhurus të krijuesit të natës kadrit, adhurus të Allahu xhaleshanu, edhe në natën e kadrit, edhe pasaj, edhe kështu me radhë. Prandaj po them, inshallah don Allahu xhaleshanu e jo rastisht në fundin pra të Ramazanit, jo rastisht është çështja pra e kësaj vet llogarie, po edhe është edhe aspekti i vitrave e që jo rastisht që shemi njoftu pe Ibn Abbas të tjerë se pejgamberi sa pra na ka obliguar me nxjerrjen e zakatul fitr vitrave në fundin e Ramazanit, e që vërtet ajo është pra një lloj pastrimi i agjeruesit nga lëshimet e gabimet pa të cilat nuk jemi asnjëri prej neve gjatë Ramazanit. Fshirje inshallah e gabimeve, lëshimeve, gjunoheve të vogla. Po çka edhe është tumet e lil mesakin, edhe është ushqim, është ndihmës për krahje, për të varfrit. Kush i jep ato, kush i nxjerr vitra ato para se të falet namazi i Bajramit, ato janë vitra inshallah të pranuara. E ai që i nxjerr pasi të falet Bajrami, le ta dinë se ajo është sadak nga sadakat e thjeshta me qut ashtu. Pra duhet gjithçysh me krye çështjen e vitrave, me i kry para se të falet namazi i Bajramit. Kemi elhamdulillah ende shumë kohë, inshallah don Allahu ata të cilët eventualisht se kemi bërë këtë, e bëjmë edhe siç e dim, elhamdulillah që zakonisht për çdo vit bëhet edhe grumbullimi i vitrave pranë Bashkisë Islame, e që e dini fort mirë se vërtet çështja e nxënësve të medresës të fakultetit islame kështu me radhë, gjithandej ka i kemi në Prishtinë, në Gjilan, në Prizren kështu me radhë. Është e udhës vërtet që vazhdojmë me këtë traditë e cila ka dësht Allahu xhaleshanu që vërtet me i prodhu krejt të kuadra ka do që i kemi në Kosovën tonë, e madje edhe jashtë Kosovës siç e dim, e që vërtet na e dim se vazhdojmë me gjatë, kur fjala e aspektit do të financiar, dhe ende me vazhdu pra mu mbështet në Allahun xhaleshanu e mandej edhe në kontributin e këtij populli i cili vërtet gjithmonë ka kontribu edhe vërtet i ka mbajtur këto institucione gjallë, edhe është Allahu xhaleshanu besoj se vërtet edhe gjatë do t'i mbajmë me kontributin tonë edhe me atë që vërtet kemi kontribuojmë edhe do të kontribuojmë inshallah në të ardhmen. Në fund më lejoni edhe një ftesë mja u bë atyre që si keni fare në xhami. Atyre që se kanë njoft fare xhamin, as nuk e kanë njoft Ramazanit gjatë tërë këtij Ramazani. I ftoj edhe ata të cilët së çudi që vërtet, ndoshta në ditën e sotme, ndoshta në natën e nesërme, me qenë ata të cilët kanë me dalë para Allahu që të shanë më të mirë se gjithë ne që kemi qenë në Ramazan, gjithë ne që kemi qenë në xhamia, gjithë ne që kemi agjeru. Së çudi që vërtet Allahu që të shanë këtë zgjedh disa që e kanë kalu këtë Ramazanin në kafiqa. E kanë kalu të Ramazani dhe në harame, e kanë kalu të Ramazani pa e agjeru asë një dit, e kanë kalu pra Ramazani pa e njoft Zotin fare, po donë Allahu inshallah i ftoj që sot bile spaku të kthehen. Është fundi Ramazanit e pra po them vepra shpërblen si pas fundit, dhasht Allahu ata që vërtet se kanë njoft Ramazanin të na kthehen sot, të na kthehen sante. Ta dinë se edhe një teravie kemi sante, spaku në teravin e fundit let na bashkangjiten. Let bashkohen e let pendohen sinqerisht tek Allahu xhaleshanu sa çudi, që me gjithë ato vepra të shëmtuara që i kanë bërë gjatë Ramazanit, me emrin e Zotit, sante me pas fatin e Allahu më i fal, edhe çka mos më marr ata në pyetje për këto vepra tona që fola deri tash se ai kemi bërë tamam apo si kemi bërë tamam, ai kemi bërë vërtet për hir të Allahut as si kemi bërë. Këta të tillët e kanë fatin, po i thras e që si janë xhami, inshallah dhe Allahu më rrinë këza, inshallah dhe Allahu xhaleshanu e ndëgjojnë edhe ata. I thras vërtet t'i kthehen pro Allahu xhaleshanu në natën e sontit. Mos të prezantojnë në Ramazan në Bajram para se më kthy Allahu xhaleshanu. Sa çudi që keni me qenë me emrin e Zotit, më të sinqert se na, keni me qenë më të pranuar se na, sepse teubeja është e atill që vërtet fshin gjithçka para veti.
Nëse njeriu i kthehet Allahu xhallahu në mënyrë sinqert, sa dëshit ka bërë, edhe deri 100 njerëz ai ka vrarë, edhe siç e dim, Allahu xhallahu e ka fal. Po këta vëllezër dhe motra, këto viktima që i kemi gjithandej, me të cilët vërtet po manipulohet, e me të cilët hëtë mediat sidomos vërtet, janë duke i marrë në qafë, i kshaftu të lirohen nga këto çorodi në të cilat kanë ra, e të kthehen, e të kthehen krijuesit tonë në fundin e Ramazanit. Ti kthehen sepse ajo është duke i thirrë. Ajo është duke dashur me i pranu dhe i pranon pa pikë dyshimi. Prandaj le të kthehen, le të fitojnë më shumë ndoshta se gjithë ne që kemi qenë tanë muajin e Ramazanit në xhami. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib.